Go! Këtu dhe unë. Para se të flasësh gjinisht, 1 sekond vetëm për informacion për njerëzit. Le di mos marro asnjëherë e fundit, duke filluar nga java tjetër, e gjithë fillu do jetë në një rresht vlla. Se të nuk shon kështu me 2 rreshta. Te tjetra nuk te para nuk ishte, nuk bëj. Do zvoglosh gërmën, mos e vran mendjen, zvoglo gërmën dhe futet. Duhet një slash gjithmonë. Për një slash, e di është çështja e orës. Kujdes, lajmi i fundit. India nis sulmi me avionat e Pakistanit. Ndërkohë që Trump, gjinisht më dëgjoj pak, është në këto momente live duke folur për kampionatin botror të futbollit vitin tjetër në USA, aty do bëhet në USA. India lëshon deklaratë që konfirmon sulmin me raketa ndaj Pakistanit. Shikojeni imazhet. Këto imazhe që mund të gjeni, sepse është lajmi i fundit fare. Forcat e armatosura indiane nisën operacionin Sindur, duke goditur infrastrukturën terroriste në Pakistan, Jammu dhe Kashmir, të okupuar nga Pakistani, nga ku janë planifikuar dhe drejtuar sulme terroriste kundër Indisë. Në total, 9 vende janë shënjestruar. Veprimet tona kanë qenë të fokusuara, unë tani përrejzoj të rrazën që është bërë nga India, kanë qenë të fokusuara të matura dhe jo eskaluese në natyrë. Asnjë objekt ushtarak pakistanez nuk është shënjestruar. India ka treguar për mbajtje të konzervueshme në përzgjedhjen e objektiveve dhe metodën e ekzekutimit. Këto hapa vijnë pas sulmit terrorist barbar në Pahalgam, në të cilin u vran 25 indian disa ditë më parë. 25 indian dhe një shtetas nepalez. Ne po përmbushim angazhimin që ata janë përgjegjës për të sulm. Është deklarata që vjen, deklarata zyrtare e Indisë. Tani, gjinisht, 6 minuta në kam betur. Tani unë kam deklaratën zyrtare të Pakistanit, i cili njofton se ka nga sulmet e bëra është e vërtet ajo që theti, nuk ka pasur dëme në njerëz. Thënë India ka qenë e kufizuar dhe përmbajtur. Ka 1 fëmijë të vrarë dhe 2 tjerë të plagosur. Ku në Pakistan? Bombardimet në territorin e quajtur Punjab. Punjab. Dhe një tjetër është në Bahawalpur. Është goditur një shkollë. Tani, India thotë që kam goditur territore ku ka kampe për terrorizm. Ndërsa Pakistani thotë që janë tërësisht ambiente civile dhe nuk ka terroristë. E vërteta është përtej retorikës së konfliktit, e vërteta është që India dhe Pakistani po futen dita ditës në një përplasje. Ajo që ndodhi, si që thatë ju më herët, vrasja turizme në Indi, e cila nuk u morë përsipër nga Pakistani. Nuk ishin turizme, indian ishin? Një pjesë. Zona ishte turistike, po një pjesë ishin... Zonë turistike ishte, prandaj dhe India reagoi egër. Pakistani nuk e ka marrë përsipër për fshirjen atë sulm. Dhe ajo, sido që tjetë, nuk për... Trumpi ka thënë që nëse Pakistani sulmon Indin, do ta fshi Pakistanin. Po, nuk përbën arsye për të bërë një sulm kaq të madh me aviacion. Çfarë ndodh? Apo është herë akoma? Ajo deklarata Trumpit ka të bëjë me diçka tjetër. Trumpi tha, modin unë e kam mikun tim. Po pra. Kam respekt shumë për Indin dhe për kulturën dhe për indianët. Dhe Pakistani është një shtet që korrellohet nga amerikanët. Ndërkohë Pakistani deri pak kohësh mendohej dhe ashtu ishte që aleatin më të rëndësishëm kishte Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si gjatë luftës së Afganistanit me Rusin, pastaj më vonë të Talibanëve, mos harroni që kreu Al-Qaidës Bin Laden u vra në Pakistan. Shërbimet e Pakistanit dhe ushtria e Pakistanit, institucionet sigurisë ishin bashkëpunuesit më të mëdhenj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa cilët nuk do goditeshin dot Talibanët. Tani çfarë ka ndryshuar? Çfarë ka ndodhur? Ka ecër tani aleati më i rëndësishëm i Pakistanit është Kina. Kina ka investime pafund në Pakistan. Dhe Pakistani është një... Atëre është lufta e Amerikanëve... është një proxy. është proxy. Janë Amerikanët duke luftuar me kinezët në këtë zonë, apo jo? Me sa duket rendi i ri botror do krijohet pas proxyve të shumta çanë. Pra, gjinisht, unë nuk e di nëse kam drejt apo jo, por ne pas pak javësh apo muajsh mund të flasim, mund ta themi hapur, nëse Trumpi apo krijon vërtet paqe në botë, apo po e ndes më shumë luftën. Kjo për mua është një pikpyetje që unë nuk e di jap do të përgjigje. Sot jo. Do shtas nesër. Trumpi thjesht po mundohet të... Ai me deklarata është për paqen,
leri mos u bëni budallënj, i thot dhe rusëve dhe këtyra, mos u bëni budallënj, ose do ju lë fare dhe vazhdoni budallëqet tuaja. Këtej thot do ju fshin që se ngacmoni këtë, këtej thot Iran, po nga ana tjetër, po ta vësh re, sa më shumë ai flet për paqe, aq më shumë bomba po bien, pra po shtohen vendet e bombave. Kjo është shumë interesante për të kuptuar gjinish. Çdo paqe që do krijojë presidenti Trump do jetë në funksion të forcimit influencës Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra do thot luftë. Për kthehje si duhet. Vim të shpreha e famshme, I forti? na duhet, na duhet paqe, pra se thuash, për të arritur paqen do të bëjmë luftë apo jo? Patjetër. Po patjetër. Po do t'ja themi këtë gjë njerëzve. Nuk do ekzistonte koncepti i paqes nëse nuk do ishte lufta. Ç'është lufta? Të mbyllësh paqen. Të mbyllësh luftën, vjen paqja. Dhe para se të bjerë gongu është çudi e madhe gjinish, se si në 4 vjeçaren e parë të Trumpit, pra të Trumpit 45, si quhet, se ka qenë presidenti 45 i Amerikës, 2016-2020, nuk ishin këto zhvillime, po ta vësh re. Nuk ishte kështu gjërash. Ishte një Trump tjetër në atë kohë, mbase sa i sapo ardhur e kështu i pa. Dhe bota nuk ishte kështu. Nuk ishte krejtësisht kështu. Ai gjeti botën shumë trazuar. Megjithatë unë besoj që India dhe Pakistani në atë kohë për shkakun nuk kishin, nuk bëjmë që të kishin një problem. Po, ashtu është. Dhe India dhe Pakistani po plasin tani. Ta thash në fillim të herës, ai sulmi me ato njerëzit në zonën turistike nuk përbënte arsye për të bërë një sulm kaq të rëndë. Duket që ka një nxitje. Siria e mbamën kur plasi. Po patjetër. Pasi kishte fituar Trumpi, e ju në zy ndoshta. Apo sapo hyri. Nuk e më mend, në ato ditë ka qenë. Në fundin e dhjetorit. Çfarë është kjo lëvizje që nxorret tani vlla? Kuptojmë gjithë se është anglisht. Kjo është raportimi për bombardimet. Balfour pra. Mos është ajo që lexova unë shim. Ato që thash dhe unë. Jo, është tjetër kjo. Punjabi dhe Balfour për ato të dy. Nëse. Sa po ka filluar, ne do shohim se në çmas do kundër përgjigjet Pakistani, po unë për diçka mund ta them kështu taksative, nuk do kemi një përplasje bërthamore ndërmjet Pakistanit dhe Indisë, se gjithë rrëmuja aty është, gjithë frika aty është, nuk mund të kemi një përplasje bërthamore, pavarësisht se janë dy shtete që kanë armë bërthamore, edhe Pakistani dhe India, pavarësisht se është një konflikt i përgjakshëm, pavarësisht edhe mbështetjeve që bën Pakistani për sulme të tilla, jo në rastin në fjalë për të mos e ngarkuar më shumë se ç'duhet, po është e vërtetë që Pakistani ka pasur gjithmonë i ka bërë gjithmonë mbështetje grupeve separatiste, kryesisht në Kashmir, por nga ana tjetër dhe India në gjuhë religjioze është përgjigjur shumë keq brenda territorit vet pakicave muslimane me një gjenocid të jashtëzakonshëm që nuk është parë, se ne na ka mbyt historia Gazës, po të shikosh historinë para luftës Gazës, se ç'farë bënte India dhe ekstremistët hindu kundër muslimanëve është merr i madh, domethënë. Megjithatë, po, kemi një perceptim të madh, po nuk besoj që të shkojmë drejt një përplasje bërthamore. Isha me gjinishin që e falenderoj jashmase, dhe sonë do e mbyllim me një mesazh që më vjen tani në celular, më thot George Kenan, baba i Cias, unë e them George Kenan, por nuk di si lexohet, se si thua domethënë, kështu jetë George Kenan, baba i Cias, e mohon këtë nocion që thoni ju, zoti Çani, më vjen mesazhi për punën e luftës dhe të paqes. Ai thot nuk ka luftë dhe paqe, jemi gjithmonë në luftë dhe lufta është thjesht zgjatimi i politikës. Kur nuk ka luftë, ai e quan organized political warfare, zita them anglisht. Pra luftë organizuar politike. Po mos kishte luftë nuk do ekzistonte koncepti i paqes. Kështu që vazhdon të jemi në luftë, zëja zotrinj.